Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton, Rrëfi me jete, për të ndarë letrën e radhës. Letra që unë do të sjell sot tek ju është një letër shumë e ndjerë, ma besoni. Është një letër që brenda saj ka shumë emocion. Është një letër që mban shumë dhimbje. Dështimi i jetës është kur persona që ne kemi në krah janë persona të cilët na zhgënjejnë dhe na bëjnë që ne të thyhemi shpirtërisht. Dhe pikërisht kjo letër shkruhet për ato. Nuk e di nëse do ta dëgjosh deri në fund, ndoshta do ta mbyllësh sapo të dhëm ndërgjegja. Ndoshta do ta dëgjosh vetëm për të parë sa shumë më ke lënduar, por unë nuk po e shkruaj këtë letër që të më vije keq. Po e shkruaj sepse për herë të parë, pas shumë kohësh dua që zëri im në të vërtetë të dëgjohet. Ti nuk më tradhëtove vetëm një grua. Ti tradhëtove çdo premtim që më bëre ditën kur më shtrëngove dorën dhe më the se do t'ishe pranë meje në ditët e mira dhe në ato të vështira. Tradhëtove netët kur rinim zgjuar duke bërë planet për të ardhmen. Tradhëtove sakrificat që bëm për të ndërtuar një shtëpi, një familje dhe një jetë që unë e besoja se ishte e jona. Më kujtohet kur ktheheshe nga puna i lodhur. Të prisja me darkën gati, të pyesja si të kishte shkuar dita. Nuk e dija, se ndërsa unë lutesha, ti kishe pasur një ditë të mirë. Dhe dikush tjetër po të dhuronte buzëqeshjen që ti nuk ma sillje më në shtëpi. Filloja të ndjeja ndryshimin shumë kohë përpara se ta kuptoja të vërtetën. Telefoni yt nuk qëndronte më mbi tavolinë. Buzëqeshje fshehurazi para ekranit. Mbledhje që zgjateshin pafund dhe parfumi yt që kishte një aromë që nuk ishte më vetëm e jotja. Sytë e tu nuk më shikonin më si dikur. Dhe unë vazhdoja që të fajsoja të merrësisht veten. Mendoja se nuk isha më e bukur. Mendoja se nuk po të kushtoja mjaftueshëm vëmendje. Mendoja se duhej të ndryshoja diçka tek vetja. Sa e padrejtë ishte kjo gjë. Ndërsa unë luftoja për martesën tonë, ti po investoje kohë, emocionet dhe zemrën tënde krejtësisht diku tjetër. E di çfarë mua më dhëmb më shumë? Jo fakti që zgjodhe një grua tjetër, por fakti që çdo ditë vije në shtëpi, më shikoje në sy dhe më gënjeje pa u dridhur fare. Më puthje në ballë, ndërsa zemra jote ishte krejtësisht larg meje. Më thoshe të dua, ndërsa fjalët e tua nuk kishin më asnjë peshë. Sa herë që kam fjetur pranë teje, ndërsa ti kishe në mendje dikë tjetër. Sa herë kam buzëqeshur para fëmijëve, duke besuar se familja jonë ishte e fortë. Ndërsa ti po e shkatëroje në heshtje.
Tradhtia nuk fillon në momentin kur e prek dorën e dikujt tjetër. Tradhtia fillon në momentin kur ndalon së mbrojturi zemrën e njeriut që ty të besoj gjithçka. Nuk kam zemërim për gruan me të cilën më tradhton, aq sa kam dhimbje për njeriun që ti, buri dashur, u bëre. Sepse unë humba vetëm burin tim, unë humba shokun tim më të mirë, humba njeriun tek i cili unë mbështetesha, humba sigurin që besoja se e kisha. Dhe mbi të gjitha, unë e humba besimin. Ti ndoshta do të vazhdosh jetën tënde, ndoshta do t'jesh i lumtur, ndoshta do të bindesh veten se bëre zgjidhjen e duhur. Por dua ta dish një gjë. Ka plagë që duken në trup, ajo jeton në zemër. Janë ato plagë që të bëjnë të dyshosh tek çdo njeri që vjen më pas. Janë ato që të zgjojnë në mes të natës. Janë ato që të bëjnë të qash në heshtje, që askush të mos të dëgjoj. Dhe këto plagë në thelb mi dhe ti. Megjithatë, nuk dua të mbetem peng i kësaj dhimbje për gjithmonë. Një ditë do të zgjohem dhe nuk do të më dhëmb më embri yt. Një ditë do të buzëqesh, pa pyetur veten pse nuk isha mjaftueshëm. Një ditë do ta kuptoj plotësisht se nuk ishte detira ime të bindja që mua ti të më doje. Dashuria nuk lypet, besnikëria nuk kërkohet, respekti nuk negociohet. Dhe kur mungojnë këto, nuk mbetet më martesë. Mbetet vetëm një kujtim që dhëmb. Po e mbyll këtë letër jo sepse kam mbaruar së foluri, por sepse kam mbaruar së prituri. Nuk pres më një shpjegim, nuk pres më një justifikim. Nuk pres më që të më bëhesh njeriu që dikur besoja se ti ishe. Po zgjedh të largohem me lotët në sy, por me dinjitet. Sepse zemra ime mund të jetë e thyer, por nuk do të lejoj të humbas edhe vlerën time. Dhe nëse një ditë jeta të kthen pas për të parë se çfarë humbe, shpresoj të kujtosh se nuk humbe një grua të zakonshme. Humbe dikë që të deshti me gjithë shpirt, dikë që të besoi kur askush tjetër nuk ta jepte atë besim. Dikë që do të kishte luftuar për ty deri në frymën e fundit. Kjo është letra që gruaja i ka shkruar burrit të saj.